gatishmërinë që treguat sot, edhe pse ditë pune, keni lënë punën edhe keni ardhur të na prisni këtu. Ju faleminderit shumë. Unë jam Lindita Begolli, pjesë e antarësisë Shqipëria Bëhet. Dua si fillim edhe të falenderoj një grup nga fermerët që janë pjesë e juaja, të cilët me këmbgulje, pothuajse 24 orë, arritëm që të realizojmë këtë takim së bashku. Është Altini, Bardhi, Taku, Mendi, edhe një pjesë e madhe nga ju, do me thënë që kemi qenë gjatë gjithë kohës në kontakt. Ju falenderoj. Edhe shpresoj që të kemi një bashkëbisedim të frytshëm. Tash po jap fjalën një nga kandidatët. Ne këndojmë hymnin gjithmonë para se të nisim. Po, kemi përkënduar hymnin shqiptar dhe le ta nderojmë duke ngritur në këmbë. Faleminderit. Atëherë, siç po ju thoja, unë jam Lindita Begolli, nga një anë jam edhe çup e kësaj balte, çup Devolli, çup e Korçës. Shpresoj që të mund të sjellim vërtet të ndryshimin së shpejti me Shqipëria Bëhet. Unë nuk do zgjate më tepër, ne sot jemi këtu për të diskutuar lidhur edhe me programin që Shqipëria Bëhet ka përgatitur për bujqësinë, për fermerët. Për më tepër pyetje dhe detaje për programin do flasi drejtuesi Shqipëria Bëhet, avokat Adriatik Klapaj. Po para se të kalojmë tek bashkëbisedimi me i gjatë, po ja kaloj fjalën edhe njëri nga antarët e Shqipëria Bëhet, në nismës Shqipëria Bëhet, Klajdi Pllaha. Përshëndetje të gjithëve. Gëzojmë shumë që shoh kaq shumë patriot që janë mbledhur bashk. Më ngrohet zemra dhe më jep shpresë që vërtet Shqipëria bëhet. Unë jam Klajdi Pllaha, jam antar i Këshillit Bashkiak Korç, nga Korça, mësues me profesion. Jam angazhuar prej vitesh me shoqërinë civile në përpjekje për të sjellë ndryshim që fillon nga poshtë, fillon nga ne. Dhe për të arsye jemi dhe bashkë në të koalicion për të sjellë ndryshim pozitiv për Shqipërinë. Unë në të lloj takimesh nuk dua të flas shumë, dua më shumë të dëgjoj, sepse hallet e fermerëve i dini ju më mirë se unë dhe madje edhe zgjidhjet i dini ju më mirë se unë. Kështu që nuk po zgjate me fjalime të gjata, po i kaloj fjalën direkt Adriatikut. Faleminderit edhe një herë. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit nga zemra. Them të drejtën, nuk e prisja të kish këtë pjesëmarrje, sepse fshatrat tanë fatkeqësisht janë zbrazur në një pjesë të madhe, po me ç'duket këtu në po janë gjithë djemë dhe burrat e fshatit na pas kanë prit me zemrën e bardhë. Faleminderit. Dua të falenderoj shumë organizatorët, u jam mirënjohës, sepse
gur do ndërtoj murën që do të kaloj tranzicionin shqiptar e do të sjellë ndryshimin të që të gjithë kemi punuar e ndëruar në këto 34 vite. Bashkë me mua sot është Linita Begoj, është kandidate jonë për qarkun e Korçës, është vajzë e shkolluar, është vajzë që ka vite e vite që punon dhe nder dhe dinjitet, dhe është nga njerëzit më të mirë që mund të sillenim për të përfaqësuar në qarkun e Korçës. Ndoshta nuk është e famshme, por ne në këtë rrugë nuk kemi vendosur të sjellim njerëz të famshëm, kemi vendosur të sjellim njerëz të mirë për të bërë ndryshimin cilësor. Bashkë me mua është dhe Kladi Pua, që është një mësues i shkëlqyer, është një bashkëpunëtor i shkëlqyer, prej vitesh po angazhohet për të bërë ndryshimin si antar i nismës Turje. Në këtë koalicion që e kemi quajtur Nisma Shqipëria Bëhet, ku të dy subjektet i kanë lënë egot më njën dhe janë bashkuar, Kladin do ta kemi kandidat në qarkun e Korçës. Është një nga djem më të mirë që ka qarku i Korçës dhe unë jam shumë krenar që e kam me vete në këtë rrugë dhe po u sjell ju si propozim për të përfaqësuar në parlament në ardhshëm. Në këtë rrugëtim, Shqipëria Bëhet bashkë me Nismën Thurje u shkrin dhe u bashkuan në një koalicion të res për të dhënë modelin që ata që duan ndryshimin e Shqipërisë i lën egot më njanë, sepse kjo nuk është një luftë për karrierë të njërit apo të tjetrit, të Adriatikut, Panos, Endri Shabanit e me radhë, por është një nevojë ulëritëse e popujt ton për të lënë pas tranzicionin e për të nisur një kapitull të ri të ndryshimit dhe të zhvillimit. Për këtë arsye, ne së bashku tashmë kemi filluar një rrugëtim i cili do të jetë i pandalshëm drejt ndryshimit të madh. Ne kemi hyrë në këto zgjedhje si një forcë që mban fjalën në dy elemente shumë të rëndësishme. Në këto 24 muajt e fundit të betejës tonë në të gjithë vendin, po dhe në diasporë, siç ju na keni ndjekur, ne kemi luftuar një për votën e diasporës, gara në politik aty lart, do të mundësohet gara pastaj në të gjitha nivelet e jetës në Shqipëri për të mundësuar ndryshimin e madh që më të mirë të na udhëheqin në çdo fushë, e nëse më të mirët na udhëheqin në çdo fushë, gjërat fillojnë dhe përmirësohen. Nëse më të mirët na udhëheqin në shëndetësi, shëndetësia bëhet më e mirë. Nëse më të mirët na udhëheqin në arsim, arsimi bëhet më i mirë. Nëse më të mirët na udhëheqin në bujqësi, bujqësia fillon dhe bëhet më e mirë sepse ata dinë çfarë bëjnë e dinë ku na çojnë. Në këtë drejtim, ne po mbajmë fjalën e dhënë për të shkuar në këto zgjedhje me lista të hapura. Çdo me thënë, këta në muajin korrik të vitit kaluar u bën bashk, këta që ziheshin gjasme nga mëngjesi në darkë, u bën bashk dhe miratuan një ligj që i mbylte sërish listat 1/3 dhe 2/3 të hapura. Ne e goditëm në gjykatë kushtetuese dhe thamë që nuk do ndalemi deri ditën që ta zhbëjmë këtë ligj, sepse është ligji që e mban peng Shqipërinë. Dhe ne vendosëm që t'i djegim listat e mbyllura të kryetarëve, që çojnë në parlament, shikojnë listat e Partisë Socialiste, kanë fut në listat e sigurta fëmijët e ish deputetëve të Partisë Socialiste, apo ish drejtuesve të Partisë Socialiste, se e trajtojnë politikën si trashëgimi që ja lë babai trashëgim fëmijës, dhe për këtë arsye ne vendosëm t'i djegim listat e mbyllura. Si? Ligji kërkon si detyrim që ti plotësosh, se e kanë bërë të detyrueshme. Që të kalosh te listat e hapura, duhet si fillim të djegësh, pra të konsumosh listat e mbyllura. Marrim qarkun Korç. Në qarkun Korç ka 10 deputet. Nga këto 3 janë të mbyllura. Që të kalosh te këta të hapurit poshtë, duhet të ezaurosh 3 të mbyllurit sipër. Për këtë arsye ne vendosëm t'i djegim duke futur si simbol në listat e mbyllura familjarët e kandidatëve si garanci që ata do të rriqen menjëherë sa të përfundoj procesi i votimit. 1 minutë pasi të mbyllen kutitë e votimit do dorëzohen dorëheqjet në KQZ dhe lista është 100% e hapur, që do të thotë ju te lista e hapur do të votoni Klajtin, do të votoni Linditën, do të votoni kandidatët tanë të tjerë, ata Kesianën e Meradh, ata që u do zemra juaj. Kjo është një qasje që më në fund sjell demokratizimin e Shqipërisë. Shumë nga ju ndoshta ende nuk e kuptojnë sistemin e ndërlikuar që këta kanë bërë, por sistemi që këta kanë bërë është ai sistem që ka 34 vite që e mban peng Shqipërinë, duke çuar në parlament ata që të gjithë ju kur i dëgjoni gjatë 4 viteve thoni, "Mor si ka mundësi që na përfaqëson ky lloj niveli?" Njerëz të cilët merren me kazan, me tepsi, me kënet, me daue, me gajde, po nuk merren kur me fermat tuaja, me çmimin e inputeve bujqësore, me cilësinë e farave bujqësore, me cilësinë e fidanëve,
me kredit e fajdeve që vinë edhe u zhvasin juve me interesat larta, me importin e pa drejt dhe kontraband të produkteve bujqësore që u lën ju produktet pa shitur këtu, me të gjitha këto gjëra të cilat e kanë shkatruar fermën shqiptare, e kanë shkatruar fermerin shqiptar. Ndaj ne jemi sot këtu për të prezantuar para jush programin e nismës koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet në lidhje me fermerët, blektorët, peshkatarët dhe bletëricit. Unë po ju shpjegoj shkurtimisht me pikat të detajuara çfarë propozojmë ne për ta transformuar fshatin shqiptar njëre për gjithmonë. Pastaj ju do më bëni pyetje e unë do u përgjigjem për çdo paqartësi që ju keni. Po i marrim me radhë. Së pari, ju jeni dëshmitar që në këtë vend nuk ka subvencione dhe ato pak subvencione që bëhen vend të njerëzit e partisë. Kam të drejtë, po apo jo? Ju jeni dëshmitar që askush në këtë vend nuk mban përgjegjësi në lidhje me cilësinë e farave dhe fidanëve. Po apo jo? Ju jeni dëshmitar që në këtë vend hyn mall, kontraband ose pa referenca doganore, duke u bërë konkurrencë të pa drejtë e ju përfundojnë produktet në kanalet e Lumit Devo e në kanalet e tjera. Po apo jo? Tani, për t'i çmontuar këto, edhe një pikë tjetër, ju jeni dëshmitar të këtyre institucioneve të mikrokreditit që japin kredi gjoja nga 5.000 euro, nga 10.000 euro, pa pas dokumenta, pa nevojë për garancira, dhe pasaj nga 5.000 euro rrugës bën 20-30.000 euro, edhe i lanë njerëzit, i zhvatën njerëzit në mënyrën më barbare. Tani, këto institucionet, këto fajdet e ligjëruara, duhet të qëndrojnë më po apo jo? Tani, për këtë arsye, ne kemi një program shumë të detajuar. 1. Ne do t'i zhbëjmë të gjitha skemat aktuale korruptive të subvencionit që i çojnë parat në pak duar. Që i çojmë parat të ata që i shërbejnë partisë në pushtet pavarësisht kush është ajo. Dhe do të fusim vetëm një skem e cila është skem e vërtetuar botërisht që e lulëzon fshatin kudo ajo aplikohet. Dhe kjo skem do të zbatohet 1. Në bujqësi, 2. Në blektori, 3. Në peshkim, 4. Në bletari. Cila është skema? Ne do të fusim konceptin e subvencionimit për kilogram prodhimi. Çdo me thënë, se cili nga ju fermerët do të ketë vetëm 2 detyrime të cilat nuk i ngarkojnë asnjë barë fiskale apo ekonomike, por janë thjesht formalitete. 1. Të deklarohet si fermer, pra të thotë unë jam fermer, kaq. Shkojnë në shtet dhe të thotë unë jam fermer, unë jam blektor. Do e regjistroj shteti. Shumica prej jush ndoshta janë, por do ta regjistroj. E dyta, se cili prej jush, pas një marrëveshje që ne si shtet do të bëjmë me bankat e nivelit të dytë, do të ketë detyrimin të shkojë të hapë një llogari bankare që do të jetë vetëm për punët bujqësore apo blektorale. Pra, aty do të kalojnë para vetëm për subvencionimet që shteti do t'u bëjë juve. Ajo llogari nuk do të përdoret për të hedhë lekë të tjera, do të përdoret vetëm që shteti t'u jap ju lekët për subvencion. Këto llogari të çdo fermeri do të regjistrohen në sistemin qendror të thesarit të shtetit. Dhe do të dihet që Adriatik Lapaj ka këtë numër llogarie. Klajdi Poaha si fermer ka këtë numër llogarie. Lindita Begoi si blektore ka këtë numër llogarie. Çfarë do të bëjmë? Pasi të bëjmë këto 2 hapa, secili nga ju për prodhimin e vet që do të bëj dhe do të shes te pikat e grumujimit, të cilat ne do t'i stimulojmë me subvencione dhe financim që të bëhen kudo, do të pres faturën dalse e cila do të jetë ose fizike ose elektronike, sipas moshës, se kanë moshë të madhe që si bëjnë dot elektronike, ka 3 që i bëjnë. Kjo do të jetë pa asnjë detyrim fiskal, asnjë ngarkesë për ju. Thjesht shteti do të di që ju i shitet 100 kg qep pikës grumujimit. Pika e grumujimit do ketë detyrimin të deklarojë hyrje. Në momentin që fatura juaj dalse, që keni çuar 100 kg qep, si kjo këtu, që është e mrekullueshme. Kur i qëzohet në sistem me faturën hyrëse që pika e grumujimit bën, automatikisht nga thesari i shtetit shqiptar, pa pas mik, pa pas shok, pa u dash të shkoni në ndonjë vend, pa u dash të aplikoni diku, do t'u kalojnë në llogarinë tuaj bankare në atë sekond, automatikisht subvencioni për 100 kg e qepës të cilat keni futur në magazinat e shitjes me shumicë. Ke çuar 100 kg qep me 150 lek për kilet azëm, sa do jetë subvencioni? Po,
automatikisht në llogarit kanë kaluar 15.000 lek. Ke çuar 1.000 kilogram me 150 lek, do të kalojnë automatikisht 150.000 lek. Ke çuar 1 milion kilogram, nuk e di sa ke çuar, do të kaloj kundër vlefta në para, pa aplikim, pa shok, automatikisht sepse të takon sipas formulës që ne kemi bërë. Tani unë po u shpjegoj përse kjo është zgjidhja për çdo fermer dhe përse ne dhe ku ne do t'i gjejmë lekët që t'ua japim juve. Kjo është zgjidhja sepse kjo çon hakun te i Zoti. Nuk më duhet sa naft ke përdorur, sa plasmas ke përdorur, sa pesticide ke përdorur, jo. Ne do të bëjmë një mesatare. Sa duhet naft për të prodhuar 1 kilogram qep? Sa pesticide duhen? Sa kimikate të tjera, sa ple, sa kapune, do bëhet një mesatare vjetore. Do thuhet që për të prodhuar këtë qepën, duhet për çdo kilogram kosto 300 lek, ose 400 lek. Se ka një kosto kilogrami kësaj. Në këtë moment, në momentin që ju e keni çuar me faturë te pika e grumullimit dhe pika e grumullimit e ka marrë, shteti fillon dhe e gjurmon qepën tuaj. Pse? Sepse pika e grumullimit do ta shes diku tjetër. Për çdo shitje që bëhet, pra do ta marr me 500 lekë te ju për shkakun, do ta shes me 1000 te pika e grumullimit në Tiranë. Për këto 500 lekë të tjera, ai që do ta blej do të paguaj TVSH, tatim fitimi shtetit shqiptar. Në total 140 lekë. Iku kjo. Ai Tiranës do ta shes te dyqani që do na shes ne. Ushtua dhe 500 lekë. Do marrë dhe 140 lekë shteti. Ai pakicës do na shes ne në tavolinat tona. Ushtua dhe 140 tjera. Pra shteti do marrë nga gjitha këto shitje që bëhen që sot si merr para. Ato para që do mblidhen në fund, shteti do thot. Gjysmën fermerët me subvencion, gjysmën shteti për të ndërtuar rrogë, shkolla, spitale edhe për t'u dhënë pensione ju për jetët tuaja. Kjo është formula. Para mendoni që për punën tuaj, për çdo kilogram, ju do të merrni pagesë, për çdo kilogram. Je fermer i vogël, do marrësh aq sa ti ke prodhuar. Je fermer i mesëm, aq sa ke prodhuar. Je fermer që ke shumë, aq sa ti ke prodhuar. Dhe kjo do të ndodh në bujqësi, kjo do të ndodh në blegtori, me qumshin, mishin e meradh, kjo do të ndodh në peshkim, kjo do të ndodh dhe në bletari, për të gjithë sektorët. Iku pika e parë. Pika e dytë. Ne do ta trajtojmë çështjen e financimit të fermerëve si çështje të një rëndësie kombëtare. Për këtë arsye, ne do të hapim bankën kombëtare agrare e cila do të ketë një kapital vjetor prej 100 milion eurosh. Çdo me thënë kjo. Ju do të shkoni dhe do të merrni kredi të buta me vlerë deri në 100.000 euro për të blerë një zetor, për të bërë punimet e një sere, për të bërë pikimin e serës, nuk e di, për gjëra që u duen për të investuar për bujqësinë, blegtorin, bletarin, peshkimin e meradh. Për këto kredi me vlerë deri në 100.000 euro, shteti shqiptar këtë bank do ta trajtoj si bank që do të jetë në funksion të fermerëve për interesa të buta, që do të thotë ju do të merrni kredi me interesa të buta, të cilat nuk kanë si qëllim që shteti të fitoj para, po kanë si qëllim ato interesa vetëm mirëmbajtjen e kredisë dhe kostot e bankës. Kaq. Qëllimi do të jetë financimi juaj. Nuk do të jetë më që shkon merr 5.000 euro apo 10.000 euro aty te fajtja edhe ta vajë në fund me 49%. Jo. Interesa do të jenë të buta, do të varjojnë 3.5, 3, diçka më pak, diçka më shumë. Ekspertët do t'i nxjerrin si përqindje flas, pra do të jenë interesa aq të buta sa qëllimi nuk do të ketë fitimin shteti, por do të ketë subvencionimin përmes investimeve në bujqësi, blegtori, peshkim dhe bletari. Dhe unë besoj që kjo për ju është një fitore shumë e madhe, sepse do t'u jap mundësi që të mos i shtrini dorën më as familjarëve, as të afërme, as fajtexhinëve, as këtyre institucionet mikrokreditit. U duhen para, do të shkoni te banka e fermerit, do ta merrni atje, do ta ktheni me interes të butë. Jeni dakord me këtë po apo jo? Faleminderit. Në lidhje me cilësinë e farave dhe fidanëve. Tani un kam një pyetje për ju. Kur ju blini farat dhe fidanet dhe ato nuk u dalin në cilësi, ndodh kjo apo jo? Tani mban njëri përgjegjësi për këtë apo jo? Tani ku shkon mundimi i një sezoni i fermerit? Ku shkojnë parat? Ku shkon jeta? Ku shkon kredia që ka marr? Ku shkon shkolla e fëmijës që do paguar? Ku shkojnë halle, drita, ujë, ku di unë, ushqime, ilaçe? Kush i paguan këto? Kush mban përgjegjësi? Tani kjo do një rregullim? Ne e trajtojmë në programin ton, kur ta lexoni,
çështjen e farave dhe fidanëve si çështje të sigurisë kombëtare. Përse? Sepse është çështje e sigurisë kombëtare. Ti garantosh atij punojësit që me duart me kao në fshat siguron bukën e gojës për një popull të tërë. Për këtë arsye, të gjitha kompanitë që në Republikën e Shqipërisë importojnë, shesin, prodhojnë fara dhe fidan, do të lidhin një marrëveshje të posaçme me shtetin shqiptar, pasi askush nuk do të lihet të tregtojë më fara dhe fidan, për të cilat nuk merret përsipër përgjegjësia e dëmshpërblimit të fermerit nëse rezulton që ajo nuk është në standardin e dur. Jeni dakord me këtë? Po apo jo? Faleminderit. E katërta, cilësia e pesticideve, plerave kimik, fertilizuesve, kristalorëve. Tani, andodh që ju merrni nga këto plerat kimik, pesticide, kristalor, fertilizuese me radhë, të cilat u hidhni produkteve tuaja bujqësore dhe rezultojnë që nuk japin efekt dhe nuk kanë cilësi. Po apo jo? Mban njeri përgjegjësi deri sot për këtë? Atëherë, ajo që ne do bëjmë është të gjitha subjektet që importojnë, tregtojnë apo prodhojnë fertilizues, plera kimik, kristalor për bujqësinë dhe blegtorinë shqiptare, do të nënshkruajnë një marrëveshje të posaçme me shtetin shqiptar që të lejojnë të bëjnë tregti të këtyre produkteve, vetëm nëse marrim përsipër përgjegjësinë në raport me cilësinë e tyre dhe përgjegjësia penale e tyre do të aplikohet edhe në kodin penal me transformimet dhe ndryshimet e dura. Sepse cilësia e ushqimeve që ju prodhoni është e rëndësisë kombëtare për familjet tona të cilat duhet të konsumojnë ushqime cilësore. Se vërtet ju prodhoni qepën dhe pataten ose fasule, po dikush tjetër prodhon specën, karrotën, lakrën, dikush tjetër rushin, pjeshkën, dardhën, dikush tjetër mishin, djathin, qumshin. E nëse ti mundesh që parcelën tënde ta bësh bio, ti nuk mundesh që ai që bën dardhën, që bën qumshin, që bën mishin, të ta sjellë cilësor. Ndaj na duhet ta marrim nën kontroll total dhe ne do ta bëjmë këtë gjë nëse një ditë e drejtojmë Shqipërinë me bekimin tuaj. Pikë tjetër e programit ton lidhet me dëmet që vinë në bujqësi. Tani ka ndodhur që këtu te ju të ndodh breshra, të ndodh përmbytja, ku diun se çfarë dhe tu përmbyte dhe tu prishet prodhimi, tu kalbet. Ka ndodhur. Më ndiqni me vëmendje. Përse ne tham në fillim do të regjistroheni, mjafton të veni të thoni jam fermer dhe do të hapni llogarin bankare. Sepse në bazë të deklarimeve që ju do të bëni te pikat e shumicës përmes shitjeve përkatëse, ju do të dalë në sistemin qendror të shtetit shqiptar mesatarja vjetore e prodhimit. Pra nëse ky zotëria prodhon patate dhe ky çon një vit 80 ton patate, një vit 100 ton, një vit 200 ton, një vit sipas prodhimit, ky sistem do të na vlejë që në rastin kur ndodh fatkeqësia, ne do të marrim mesataren e 5 viteve të fundit të prodhimit për të dhënë dëmshpërblimin. Pra nëse në 5 vitet e fundit të prodhimit, ky vërtetohet që ka deklaruar dhe ka shitur 100 ton patate në vit, dhe ndodh përmbytja dhe shkatrimi i fermës, ky në vitin e 6 do të dëmshpërblet nga shteti shqiptar për mesataren e të 5 viteve që do të thot për 100 ton patate. Do shkoj atje dhe do marr parat për 100 ton patate. Ju duket kjo e drejt, po apo jo? Dhe këtë do të bëjmë. Dhe ndaj është shumë e rëndësishme vëllezër që ne të fillojmë dhe ta formalizojmë shtetin, sepse puna në të zezë nuk e çon hakun te ju në fund. Me punën në të zezë fitojnë ata që janë në Tiranë, të cilët marrin gjakun tuaj, e tregtojnë dhe mbi atë pasurohen. Puna në të zezë dëmton çdo fermer, çdo blegtor, çdo qytetar të ndershëm të këtij vendi. Dhe ne duam ta formalizojmë duke mos u dhënë ju detyrime, duke mos u ngarkuar me detyrime, por duke krijuar skemën që garanton që edhe kur ndodh dita e qametit dhe juve u përmbytet ferma, se keni në dorë, bujqësia është biznes pa çati, shteti shqiptar të bëj drejtësi me secilin nga jush. Nëse dikujt i ngordhin 100 lop dhe ka prodhuar 50 ton qumësh në vit, nuk e di, si mesatare, ai duhet dëmshpërblehet për ato lopët dhe për qumshin që ka prodhuar. Po ne na duhet një referencë nga ku të nisemi. Se nëse e lëm siç është sot, vjen ai inspektori i ministrisë përkatëse, edhe me i birra ai, edhe të kërkon lek,
Po i dhe lek ta vë aq sa do ti. Po si dhe lek, ai s'ti jep hakun. Ne nuk mund ta lëm më kështu. Ne do t'ja lëm statistikës që do të thotë, çove ti 50 ton në vit qumësht, si mesatare, kur të ndodh dëmi, shteti do të përgjigjet për 50 ton, sepse ti i ke të dokumentuara që aq ke prodhuar në vit. Dhe kjo është vej hakut e i Zotit. Është kështu, po apo jo? Çfarë do të bëjmë tjetër? Kam qenë në Mokër para një muaj dhe pash se si gjitha ajo zonë ishte abandonuar në mënyrë të frikshme dhe pash që gjitha ato drurët e qershive atje, se që zonë qershish, i kishin prerë ose i kishin lënë pa mirë mbajtje, dhe pash që rini kishe shumë pak. Tani çfarë ndodh? Ka këtu në zonën tuaj ndonjë fabrikë që përpunon mollë, lëngje, gogozhare? Ka këtu? Po nuk mund të ketë ekonomi bujqësore pa pas finalen, për punimin. Po këtu, ja se kam pyetje unë, se i kemi hyrë me themel kësaj. Kanali. Kanali është tjetër gjë. Tani, ta marrim me radhë. Kam një pyetje tjetër për ju. A ka këtu në zonën tuaj ndonjë frigorifer gjigant që ju të devoj, dakord. Po unë them frigorifer nga këta që ka bota. Që ju kur vilni prodhimin, të shkoni atje dhe të futësh 100 ton mo, dhe të paguash një farë qiraje, dhe ti ishet gjatë vitit pastaj, patu djegure, patu prishurmaui, patu kalbur. Ka apo jo? Nuk ka. Tani u a them unë ju çfarë ndodh, se këtu duhet dora e shtetit, mos, se punën e bëni vetë ju. Dora e shtetit duhet në 2 pika, cilat janë: një, që të ketë për gjithë krajinën këtu, dhe jo këtu, por në çdo zonë bujqësore dhe blegtorale të vendit, fabrika që përpunojnë produktin e fermerit. Çdo me thënë, po marr një shëmull që unë e njoh më mirë se sa zonën tuaj, se andej vi dhe e njoh, po është e njëjta gjë dhe këtu, ja, ju do më jepni drejt. Unë kam lindur në Sarandë, jam rritur në zonën e Sarandës dhe aty është një ekonomi bujqësore Zarra quhet në Konispol, që ka rreth 700-800 hektar mandarina dhe portokalle. Është bërë model. Tani çfarë ndodh, këta shokët e mi të cilët kanë ferma aty, më thonë Adriatik thonë, deri në 15% e prodhimit në vit, çdo vit, ikën dëm. Edhe ndodh në çdo vend të botës kjo që nuk e vjel dot, se nuk e ka cilësinë e duhur për treg. Ose bie nga pema, ose është dora e fundit që ngelet në përfundim të sezonit, e humbet atë bukurinë e lëngshmërinë, si me thënë, dhe kjo vetë dëm thot. Po çfarë bën greku fqinj? Asnjë kilogram nuk i vetë dëm. Pse edhe atë që bie nga pema e mbledh dhe e shtrydh atje dhe e blejmë ne pastaj për hotelet tona që pim në mëngjes edhe në rregull. Ai fermeri te ajo dore fundit nuk del me fitim. Sepse ajo shitet me çmim kostoje. Po të paktën nuk del as me humbje. Të paktën merr djersën dhe lekët që ka hedhur. Pra merr koston. Ashtu, merr koston. Tani çfarë themi ne dhe cili është vizioni jon? Ne kemi një vizion 30 milion euro në vit, që nuk janë pak. Do t'i shpërndajmë në mënyrë uniforme në zonat bujqësore dhe blegtorale të Shqipërisë, po janë 30 milion euro në vit vetëm për këtë gjë, të cilat do të shkojnë për të ndërtuar fabrika dhe punishtet të përpunimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale, që në fund të ditës dora e fundit të mos u vej dëm. Të bëhen lëngje frutash, të bëhen komposto, të bëhen gogozhare, të bëhet përpunimi gjithfarlojshëm, që ju patatina, që ju të mos u vej, ore të bëhen patate të prera që i përdorin për sufllaqe. Apo e kam gabim? I presin ata, i ngrin edhe shiten në të gjithë botën për sufllaqe, për restorante, mos të kalben. Për këtë arsye, këto 30 milion euro në vit do të jenë në funksion të ndërtimit të këtyre pikave dhe të frigoriferëve. Pse janë shumë të rëndësishëm frigoriferët? Frigoriferët janë shumë të rëndësishëm se jo ai që i ndërton do magazinoj mallin e vet. Jo, ai është një magazin me qira. Kështu është konceptuar në botë. Ju jeni fermerët. Ata atje në Zar prodhojnë mandarina, portokalle. Ju mo. Tani kur është sezoni i portokalleve, ne kemi fitim 15 ditët e para. Sa nuk ka hyrë greku me italianin në prodhim. Se po hyrën ata në prodhim me subvencionet që i bën BE atyre, ne as kostos nxjerrim dot. Dhe fermerët tanë punojnë vetëm 15 ditë. Kur vjen prodhimi atyre, që e përmbyt çdo gjë, fermerët tanë detyrohen ta shesin atë portokallen edhe me humbje.
Pse? Se ai në pemë nuk e lë dot se kalbet. Ta mbledh ta mbajnë magazin vyshket, kalbet nuk e mend dot, është i detyruar nga koha ta shes shpejt. Kjo bën që matrapazët e tregtisë ta shfrytëzojnë këtë fakt dhe vinë t'u marrin për 5 lekë. Çfarë propozojmë ne? Ne propozojmë që në çdo zonë blegtorale dhe bujqësore të ndërtojmë përmes subvencionimit të fuqishëm frigorifer të mëdhenj me kapacitete shumë të mëdha magazinuese. Çfarë sjell kjo? Kjo sjell që ai fermeri atje në sezon e shet portokallën me 400-300 lekë, ndërkohë greku 6 muaj më vonë na e shet ne se e ka ruajtur në frigorifer me 1500, 1600, me 2000 dhe aty është fitimi. Për këtë arsye, ne themi në çdo zonë bujqësore do të ndërtojmë këto frigorifer, që ju fermerët që mlidhni mohën, të merrni, ta çoni atje, ta magazinoni dhe ta shisni të shtrirë në kohë, jo vetëm kur ajo ka prodhimin. Jo ta mbani në kavaleta edhe të kalbet nëpër magazinat tuaja, se do standard për treg. Dhe këto janë transformime tërësore që unë besoj fermerin e ndihmojnë, fshatin e ndihmojnë, blegtorin e ndihmojnë, e transformojnë të gjithë gjën. Tjetër pikë që kemi në program është ajo e sigurimit. Tani, ka ndonjë ligj që mbulon ju sigurimin e fermave dhe blegtorisë tuaj? Nuk ka. Në botë ka. Nuk mund të punosh dot fermer, blegtor, peshkatar, bletarritës pa siguruar. Ti mund të punosh ore, po mendja normale atje nuk ja rrok mendja, pse? Sepse ai e vetë e bën që të garantoj prodhimin e vet. Ne nuk kemi një ligj të tillë. Pse? Sepse kompanitë tona të sigurimit duan vetëm gjëra të sigurta. Duan marrin para vetëm nga këto të makinave, të shtëpive, gjëra të sigurta. Ne angazhohemi që nëse një ditë e marrim pushtetin, do të miratojmë një ligj të posaçëm për sigurimin e fermave në Republikën e Shqipërisë, të blegtorëve, të bujqve, të peshkimit, pra të peshkatarëve, të bletëricëve, ku këto kompani do ta kenë detyrim që të sigurojnë prodhimin tuaj, që të mos vej asnjë gjë dëm. Kjo nuk është një gjë që e shpikim ne, ky është një sistem që e ka çdo vend me ekonomi të zhvilluar bujqësore dhe blegtorale. Dhe unë mendoj që kjo mund të formalizoj totalisht ekonominë tonë bujqësore dhe blegtorale dhe mund t'u jap ju mundësinë që të rikthehen të gjithë të punojnë. Tani, skema e subvencionimit ton aktuale, sjell në fshat, ka sjell deri tani 26 milion, po mendohet që të shkojë 40 milion, të cilat i marrin shokët e partisë. Kosova, që ka shumë më pak tokë bujqësore se ne, arrin si vjet 150 milion euro. 150 milion. Serbia një 240-250, këta të tjerë të Maqedoni dini vetë ju. Skema që propozojmë ne për subvencion për kilograme, dini sa sjell në fshatin shqiptar nëse miratohet? Do të sjell për çdo kilogram që ju prodhoni vetëm si fillim 300 dhe në 330 milion euro, që janë mbi 300 miliard lek. Dhe në fund 4 viteve, për shkak të rritjes prodhimit që ne parashikojmë, sepse kjo do të stimuloj prodhimin, ne parashikojmë që vlera të kalojë mbi 500 milion euro, që do të thotë mbi 500 miliard lek. Tani unë po ju them ju, një pyetje shumë e sinqertë. Mes 500 miliardëve që sot i mban Tirana aty, një pakicë, se po t'i mbante Tirana hallati kishte, po i mban një pakicë në Tiranë. Dhe 500 miliardëve që mund të ndahen në familjet që punojnë në blegtori, bujqësi, peshkim dhe bletari në gjithë Republikën. A do të fillonte të lulëzonte fshati shqiptar dhe fëmijët tanë nuk do të punonin më në emigrim, po do të ktheheshin në tokat e tyre, po apo jo? Po janë shumë para 500 miliard lek. Janë aq para sa ju do filloni, do vraponi për të prodhuar. Pikë tjetër që ne kemi në program është ndalja e kontrabandës. Totalisht e kontrabandës. Dhe vendosja e referencave për ato produkte të cilat kanë këtu prodhim dhe sezon. Tani, nëse ti nga Serbia e sjell me dogan zero grurin që prodhojnë fushat e Korçës, apo misi, apo pataten e meradh, qepën, dhe e lë fermerin shqiptar të konkurojë me fermerët e Serbisë, të cilët kanë një mas subvencionimi disa herë më të lartë, shumë herë më të lartë se fermeri shqiptar, a e vë ti në kushtet pa barabarta konkurrence? Ha? Atëherë ne këtë punën e këtij Ballkanit të hapur që krijon treg për ata dhe vret fermerin ton, jemi totalisht kundër dhe nuk e pranojmë si koncept.
ne do të mbrojmë prodhimin shqiptar për aq sa na lejon ligji ndërkombëtar dhe do të luftojmë totalisht kontrabandën e çdo produkti bujqësor dhe blektoral i cili sfidon fermerët vendas. Ky është programi jon. Ky është programi jon. Është një program i shkruar duke punuar për 14 muaj me ekspertët më të mirë në vend. Është një program i shkruar duke menduar se si ta ripopullojmë fshatin shqiptar dhe është një program që synon që paratë e Republikës në një pjesë të madhe t'i kthej aty ku është prodhimi. Ju i jepni ekonomisë shqiptare, ju, po nuk e dini, të paktën mbi 20% të prodhimit të saj, total, 20%. E dini sa u kthehet pas? Sa? Mos, po të qetë 2% ju do ishit Shqipëria do qetë me investimet më dhanë, u kthehet pas 0.0, pra 0.03 a 4, a ku di unë tani se do ta bëj sakt, po kur, jo 0.1, jo, 0.0. Pra ju i jepni Shqipërisë 20%, shteti shqiptar u kthyen pas. Në regu? Në regu? Këtë. Çfarë themi ne? Ne themi në këto 7 miliard që qëtë 8 që po shkon, 8 miliard, ne themi fshatit shqiptar i takon si fillim që t'i kthejmë pas ato 300 milion euro që janë dirësa juaj. Dhe mandej në 4 vite t'i çojmë në 500 milion dhe pastaj do shohim se si do lulëzoj bujqësia dhe blektoria shqiptare që sot fatkeqësisht importon 1 miliard euro produkte. Importojmë speca, importojmë patate, speca nga Kreta, patate nga Egjipti, importojmë fasule. Ndoshta ju se dini, po ushtria jon nuk e gjen dot Terezin të blej fasule të fermat tuaja, po e blen në Itali. Ushtria jon. Dhe ne importojmë 1 miliard euro produkte bujqësore dhe blektorale. Cili është objektivi dhe vizioni jon? Ne vërtet mund mos ndërtojmë dot avion. Ne vërtet vëllezër mund mos ndërtojmë dot makina apo zetora. Ne mund mos prodhojmë dot raketa. Po ne do të bëjmë çdo gjë që të prodhojmë çdo produkt bujqësor dhe blektoral që ato 1 miliard euro të mos dalin më jashtë, po të rinë këtu dhe t'i sjellin në fshatin shqiptar që të lulëzohet adheu jon. Pse u dashka të importojmë speca ne në një vend që mund të prodhosh me ser gjithë vitin? Këtu 2 duar, 3 duar i bën pasera, edhe një me ser ja u bën 4. Ha? Pse u dashka të importojmë fasule ne për shtetin ton? Pse u dashka ne të importojmë domate? Pse u dashka të importojmë salcën, uji, vaj ujiri? Të gjithë qumësht, mor, janë 60 milion dollar në vit qumësht. Janë 68 milion dollar në vit mish. Euro dollar se njësoj ka vajta o tani, paka shumë së një. Përse? Pse more, nuk mund ndërtojmë ne ferma me lop këtu? Çfarë do bëjmë? Ati që ndërtojmë beton, do t'i themi zotri, vazhdo me betonin, po te betoni do t'a kesh taksën kaq të rëndë. Do t'i të bësh para po. Hajde hap ferm lopësh këtu. Vendos 1000 lop këtu. Po, dhe jo vetëm që s'do paguash, po do marrësh dhe subvencione. Sepse nuk mund të lëm 1 miliard euro të na ikin jashtë kot për fasule, speca, mish, qumësht, dhe dini pse ndodh? Për shkak të monopolit të specës, se unë kshu e quaj. Sepse çdo deputet i Shqipërisë, atyre të kaluarve, se i kapën që në fillim ata, mori se cili nga i monopol. Njëri tregtonte fasulen, njëri specën, njëri domaten, njëri mishin, njëri qumshin, njëri atë, njëri këtë. Dhe çfarë ndodhte? S'kan interes që të shpërndahen parat te ju, sepse po shpërndan te ju sfitojnë gjata. Kan interes që të vi fasulja nga jashtë, sepse për çdo kilogram fasule që vjen nga jashtë, ata fusin te xhepi para. Dhe kjo është arsyeja pse ka ngel bujqësia shqiptare, blektoria shqiptare në këtë deregje ku është sot. Doni ta transformoni
Thyeni klasën politike aktuale e cila e ka marrë peng Shqipërinë. Kaq e thjesht është. Faleminderit. Dhe për ta mbyllur, pastaj më bëni pyetje që doni. Vëllezër, sot ju këtu jeni shumë. Kur t'ikni nga ky takim, flisni me ata që nuk kanë ardhur, pse një pjesë e madhe kanë frikë. Flisni me ata që kanë pas haue si janë sot, kanë qenë në fusha, në fermat e veta. Flisni me familjarët, bindini. Kjo nuk është luftë për Adriatikun, s'është luftë as për Klajdin, as për Linditën. Ne as kemi lind deputet, e as duam vdesin deputet. Po kjo është luftë për të çarë një sistem që Shqipërinë e ka lënë në këtë gjendje. Bindini për këtë nevojë për ndryshim, sepse të gjithë të tjerët e kanë bërë. Kur grekët shkuan shumë poshtë, e bën, unë gjitëm prap lart, tani vazhdoni jeta, perfekcion nuk ka asnjëherë, por të paktën jetojnë normal. E bëri Kosova, vëllezërit tanë. Po ecin. Krahasoni ju me bujqësinë e Maqedonisë. As krahasohet fare. Serbisë jo një. E bëri Italia. E bëri herën e parë me teren, gaboi në kuptimin nuk u doli siç e prisin, nuk u kthye pas. Vazhdoi me një tjetër, erdhi kjo tani, po vazhdon. Perfekcion nuk ka në jetë. Se s'gjim rehat as me veten tonë. Nuk ka perfekcion. Por, edhe tallje s'mund të lejojmë. Gjëra duhet avancojnë. Duhet japim mundësi një brezi tjetër të bëj 2 hapa përpara. Të vi pastaj një brez tjetër të bëj dhe 3. Por ne nuk mund të kthehemi në tifoz. Ja me po dëm thot ai, po çfarë po jetë ka vjedh ai tani, ti vazhdo tifoz ti tani. Ai është për miliarder me shtëpi për fëmijët në çdo vend të botës, ti vazhdo tifoz. Ja me PS thot ki, po çfarë PS ai po të vjedh tani, po tallet. Tani do vazhdojmë kështu. Ore, unë jam dakord të jemi tifoz, po tifoz me kombëtarin që urojmë fitore, inshallah. Tifoz me kombëtaren. Po s'mund të bëhemi tifoz me fatet e fëmijëve tan. Jo. Erdhi Adriatiku, po. U dha ju këtu 8 pika. 7-8 pika, sa thash. I mbajtët shënim se ngelen këto. Po, kur të vjerës tjetër, hajde këtu ti, po. Sa ke bën nga këto që the? Sa ke bën nga këto që the? Si ke bër, po, shkelmi. Po, i ke bër. Po si ke bër 100%, ke arrit 70%. Po ti ke arrit përpara. Po, hajde ta vëm përpara. Se ke punuar. I ke bër 100%, po, në krah ta mbajmë në krah, se ky që ka i duri. Po s'është kështu tani. Tauen, e njerëzit nga pas. Pastaj thon, këtu s'ndryshon. Po tani ti i bie murit me kokë, 1 herë, 2 herë, 3 herë, nuk bindesh. Po 100 herë ti biesh, koka do thyet, nuk thyet muri. Tani ju jeni këtu nga zonat e fshatrave. Fal tani. Tani kur ujti i hedh krip, çfarë del? Del shohir. Kur ujti i hedh sheqer, çfarë del? Del sherbet. Nuk mund të presësh sherbet duke i hedhur ujt krip. 100 herë ta bësh prov. Ndaj, mendjen në vend gishtin kokës dhe ta çajmë sistemin si fillim. Sepse gjërat do fillojnë të ndryshojnë. Po nëse njerëzit do vazhdojnë siç janë, unë ju garantoj një gjë, në 12 maj, po vazhduan siç janë, këtu do të nis një val e re ikjesh, mbajeni mend të që u them. Dhe një 500.000 djemë të tjerë edhe vajza kanë për t'ikë, se s'shohin më të ardhme, dhe pastaj prindrit tanë dhe gjyshit tanë t'i mbajnë e t'i gëzojnë këta që kanë e të bëjnë tifoz për partitë, se s'do ketë më kush punojë të pagojë edhe pensionet. Është koha të bëjmë kthesën, se kjo nuk është lojë, se kaq sa kanë ikë nga Shqipëria, më gjeni një pushtues në 2000 vite që i ka larguar nga këto treva, asnjë. S'ka. Mira dëshmor kanë rënë këtu dhe nuk kanë ikur. Po ikin tani nga sytë këmbët rinia. Pse? Se do bëhemi tifoz. Nuk mund të ketë tifoz me fatet e jetës. Dhe është e vërtet, po ngelen djemt pa martuar në këtë vend edhe gratë vajzat pa martuar, se s'ka më, zguxojnë më të martojnë rinia, se s'ka mundësi. Kështu që për ta mbyllur, ju e dini sa e vështirë është kjo që po bëj unë. Këtu zguxon të flasësh të vërtetën për hallin tënd, që s'ke ujë ke shtëpia, që s'ke drita, që s'të jepet pensioni, që të bëhet një padrejtësi me pronën, që s'të merr certifikat me pronës. Imagjino tu dalësh përballë të gjithëve siç po e bëj unë, çfarë masakrimi bëjnë ata për ditë ndaj meje dhe ndaj gjithë njerëzve që më rrethojnë mua. Mendojeni. Po pse s'po triqem? Po unë njerë kam lind, njerë do vdes. Keni parë ju ndonjë nga këta që ka vdekur të kthehet pas?
Kur i kërken atë bot nuk merr vesh gjë, ndoshta është dhe më mirë, kështu që ta mbledhin mendjen un pas nuk bëj, kaq. Faleminderit. Tani pyetje dhe vazhdojmë bashkë bisedimin. Kush e do mikrofonin të bëj pyetje? Djali aty. Me radhë, po. Këtu i ke të tërë burra. S'ka fëmijë. Në rregull. Ja, pas kam një këtu. Një, s'ka rëndësi. Në qoftë se janë 1000 të pasur atje, le të bëhen 1001. Po mos e bëre haram të qoftë. Ma jepni mundësinë edhe ma harram më qoftë, po nuk e bëra. Kaq kisha unë. Faleminderit. Po, tjetër, po. Fole shumë për këta fermerët tërë kështu që janë. Ajo djali e përmendi që pare pak naftën. Nuk mund ta blem naftën me 1700, 1800, 2400 e kemi bler kohën e pandemisë. Unë për naftën jam krenar se kur ata e quan 2700 isha pa munges modestie, isha unë që i dola edhe ju hoqja në Tiranë që ra aty ku është sot dera aty. Por për naftën, sa i takon bujqësisë, ne do bëjmë subvencionim për kilogram, më ndiqni me vëmendje se është shumë e rëndësishme. Dhe te subvencionimi do të prologaritet dhe nafta. Se nëse bëjmë atë skemën e dikushme që këta jepnin naftë kështu me çmim të ulët, e di çana ndodhin peshkim, edhe në bujqësi. Filluan dhe e merrin naftën me 500 lekë ta oligarkët e detit, dhe merrin 10.000 litra naftë në ditë. Merrin 10.000 litra naftë në ditë, në vend të dilnin në det për të kapur peshk, edhe të rritej sasia e të ulej çmimi, e merrin me 500, e shisin me 800, u kthyen në tregtar nafte, s'dilin për peshk, ra sasia e peshkut. Kjo ndodh dhe në bujqësi. E vret bujqësinë. Ajo që do bëjmë ne, ndaj do ta fusim, do themi, për të prodhuar 1 kilogram qep, duhet 1 lek naftë. Më kupton si mesatare. Do të ta fusim në subvencion. Aty që të mos abuzohet. Tani në lidhje me çmimin e naftës për pjesën tjetër, për transportin, për jetën tuaj në përditshmëri. Lerni bujqësinë se e kemi zgjidhë edhe blektorin është rregull. Vim te jeta juaj e përditshme. Makina, televizi. Tregtin, punët, hallet, fëmijët, çdo gjë. Për këtë ne do bëjmë një gjë. Në programe kemi brenda 30 ditëve të para, nëse unë do jem në atë zyrë, ditën që t'jem, çmimi i karburantit do të bjerë brenda 30 ditëve me 32 lekë të reja, që do të thot me 320 lekë nga çfarë është sot. Brenda 30 ditëve. Sa është nafta sot? 1750, zbriti 320 lekë, shkon 1430. Ashtu. Më ndiq tani, se jem mësuar me këta që gënjejnë, unë nuk gënjej dot. Më ndiq se po të them. Tani, pse thash unë për 30 ditë do ta çojmë kaq? Sepse deri në këtë mas shteti mund të ndërhyjë si fazë e parë më njëherë. Pse ndërhyjnë? Sepse do të heqim 27 lekë për litër taksën e qarkullimit, se e paguani atje kur bëni kualidimin e makinës, ose aty ku paguani trarin e rrugës, ë? Dhe do të heqim dhe 5 lekë për litër këto taksat e ngjyrosjes ose të pompës. Tani un kam një pyetje për ju. Kur shkoni hidhni naftë ju, nxini gotën edhe hidhni një naftë në gotë, shikoni ngjyrën, pastaj hedhni në makinë apo fusni zorrën edhe hidhni në makinë? Atëre për çfarë ngjyrosim ne naftën? Që të marr lek dikush atje për qef? Do ta heqim. Kështu që 207, pra 27 lekë për litër taks qarkullimi dhe 5 lekë tarif ngjyrosje ose tarif tjetër se ja ndrojnë emrin, 320 lekë do t'i heqim ne. Do t'i heqim ne. Këtë e kemi në dorë menjëherë. Kjo e ul çmimin ndjeshëm. Po apo jo? Tani vim tani te ajo që tha si e kemrin? Baseli. Marseli. Faleminderit. Marseli me të drejtë vlla thot, nafta në Maqedoni është me 120, në Kosovë është me 110, ndërkohë ata e marrin naftën nga ne se nga portet tona kalon. Tani ne prodhojmë dhe naftë, me të drejtë Marseli thot, o vlla thot, prapë është e shtrenjtë me 1430. Se e kanë më lirë ata. Se s'është çështja që thjesht e kanë më lirë për televiz, po e kanë më lirë për çdo gjë, sepse është ekonomia, është biznesi, është industria, është makina, bujqësia me radhë. Tani për këtë ne do bëjmë një gjë fantastike. Shteti në këtë sistem që jetojmë nuk e detyron dot privatin t'i vendos çmim, ti thotë që ti do ta shesësh me kaq. Se është njësoj si të vinte ty te patatja të thosh ti do ta shesësh pataten me kaq. Nuk e bën dot. Më dëgjoj me vëmendje se do të ta shpjegoj. Ajo që do bëjmë ne është një gjë krejt tjetër. Ne do t'i themi privatit, si çik shtrenjtë keni këtë naftën, pak si shtrenjtë. Po jo se kemi shtrenjtë.
po këta të Maqedonisë të Kosovës e kanë më lirë. Po këtë do t'ja themi pasi t'ja bëjmë barën fiskale sa ata, se ne s'mundi marrim barë fiskale më të lartë se Kosova dhe Maqedonia e t'i kërkojmë çmim më të lirë. Ne do e bëjmë barën fiskale sa ata dhe pastaj do t'i themi, pasha e ke pak si shtrinjt, po e bëjmë po porçe. Do thot ai, po jo, po kaj se na del Kosova në rregull. Mbajeni aq. Çfarë do bëjmë ne? Do të krijojmë kompaninë shqiptare të naftës së shitjes me pakicë e cila do të jetë SHA me kapital 100% shtetëror. E cila në çdo bashki të vendit do të hap karburantet e veta. Çfarë do të bëjë shteti shqiptar? Do të dalë në bursë, do të blej naftë dhe do vi dhe do ta shes atë me çmimin normal sa mesatarja e vendeve të rajonit që thot zotria Marseli sa Kosova sa Maqedonia. Dhe kur ne ta shesim me çmimin e Kosovës dhe Maqedonisë, ai privati pastaj po i del llogaria ta shes me 1500 let vazhdoj ta shes se nuk i vete më njëri të blej. Je dakord apo jo? Kështu që do t'ua bëjmë dije o do vej çmimi sa të tjerët, o shteti do hy vetë në treg për të bërë balancimin e çmimit me këtë metodë që unë u thash. Jemi dakord po apo jo? Kaq. Një ka shteti në hyrje të qytetit, një ka S'ka nevojë as me dhun, as me gjoba, vetëm me ligj. Kaq. Po. një karburant në hyrje të qytetit, për shembull në këta komshi. Përshëndetje, Si shtetit, një ka Adriatik, përshëndetje. Po këtë thash unë, sa e thash? Po. Adriatik, përshëndetje. Po, më fal, e di pse është i njëjti? Dëgjoj tikun, e di pse është i njëjti? Se në momentin që shteti e ka me 1200 lek, a? Ky privati nuk e shet dot me 1400, se s'vete njeri të blej. Jo, ai si thot asgjë, ai thot shit edhe me 3000. Po s'vete më njeri të blej, ngelet bosh pompa, kështu që apo e kam gabim? Po, pyetje. Përshëndetje, Po. unë kam një kërkesë për ty. Po. Këtu Ndaj është ka një marrë. 30% që merr me blegtori dhe me bujqësi. Po. Një familje e fshatit këtu është me 2 dylyme 700 metra. Po, 4 2700. veta. Po. Këta 20% ose 30% Më fal që ta kuptoj. 2700 metra për person apo të katër bashkë? person po të që unë da, ai që janë, unë jam 4 veta, 2 dylyme 700 metra kam. Çfarë do mbesh Më fal, të lutem, edhe një herë si e ke emrin? Robert. Robert ma shpjego këtë se është sipas fshatrave edhe toka. Tani, Tani për person këtu si familje unë kam marrë 2 dylyme 700 metra. për person Për person, po unë jam veti 4 tani. sa Veti shumë 4 prap 2 dylyme 700 metra kam. Çfarë do bëj unë me ato? Lepet në leri ato rrogën tash, lena tash s'kemë rrogën ti. Sot jam unë se do jesh ti. Okej. Morë vesh. Okej. Unë po vllazit mor vetë Okej, tim, të kuptova. për tërë popullin. Të kuptova. Të kuptova. E mora vesh. Shumë faleminderit. Faleminderit. Shiko, kjo puna e tokës bujqësore ka qenë një mashtrim i madh dhe për ju dhe për gjithë vendin. Pse? Se kjo në një farë mënyrë e morin qafë Shqiprinore se shiko, dhe në një fshat, jo të gjithë mund të jenë fermer. Në botë flasun. Shko në një fshat në Francë, nuk janë të gjithë fermer. Ka dhe roba qepës, ka dhe berber, ka dhe farmacist, ka në kuptimin ekonomia zhvillohet në shumë drejtime. Tani, tokat ju atëherë i keni marrë ashtu siç i morët me ligjin 7501. Unë kam një pyetje për ju, a jeni pajisur me certifikata pronësie? Atëherë ne në program kemi pikën që brenda 16 muajve, t'u shpjegoj. Për 6 muaj ne marrim angazhimin që të përfundojmë të gjithë procesin e legalizimit në Shqipëri. Dhe pas këtyre 6 muajve në Shqipëri do të shfuqizohet ligji për legalizimet dhe nuk do të ketë më mundësi të legalizohen. Pra do bëhen të gjitha, pastaj nuk ka më për legalizim. Pas 16 muajve do të bëjmë pajisjen në total të gjithë atyre që kanë marrë tokë bujqësore me ligjin 7501. Kjo pa kërkesë tuajën dhe pa pagesë. Shteti i ka të dhëna, do t'u jap certifikatat. Dhe për 24 muaj do të adresojmë çështjen e ishpronarëve në zonat bregdetare duke shfuqizuar ligjin për investimet strategjike, që ato prona që sot i marrin me 1 euro ata miq, ti marrin ata që kanë pas toka gjyshërisë e të zgjidhet ky javë. Në lidhje me atë që tha zotria, shteti nuk mund të pajisë njerëzit me tokë në 2025-ën me tokë shtesë, se toka kjo është, ne nuk kemi nga e sjellin. Tani, po më gjeni ju tokë shtesë,
Unë vi dhe e ndaj, po nuk ka. Me enda tokën duhet me marrë nga ndonjë fqinj, po unë nuk jam për luftë, me thënë drejtën. Tani, e rëndësishme është, më dëgjoni me vëmendje, e rëndësishme është që ju njerëz merrni certifikatat për këto që keni, se nuk i keni. Dhe do t'i merrni. Kjo është e rëndësishme. Kjo është e rëndësishme. Sa i takon tokave shtet që ende ka në ca komuna, më dëgjoni me vëmendje. Më dëgjoni. Ka toka shtet në komuna të ndryshme. Ka, është e vërtet, janë 120.000 hektar. 120.000 hektar, 127.000 hektar janë ende tokë shtet bujqësore në të gjithë vendin, po nuk është tokë në çdo rast e kategorisë parë, po ka. Për këto ne do të bëjmë një studim dhe në ato zona ku shteti nuk ka më arsye për të investuar, për banorët e fshatrave përkatës, do t'i nxjerrim në shitje dhe do t'i bëjmë në ankand. Nuk do vi një i huaj t'i marr, do i merrni ju, do mblidhet fshati këtu, është 10 hektar, kush e blen me sa e blen. Edhe është fair, është e drejtë, edhe mirupafshim kaq marroj. Po tok, qyl shteti nuk jep se s'ka ku ta gjej, domethënë. Kjo është pyetje. Përshëndetje. Sa për subvencionimet, neve jemi zero. Unë mbashtoj blegtori. Edhe blegtoria është në fund fare, po ike njerëzia, po ike në rinia. Kanë mbetur pleshtë, edhe si unë që u ktheva nga Greqia, se e dha urdhër në Mimadhi, tha të kthehet rinia nga Greqia, tha të investojmë. Bera dhe unë e dy stata si gjithë. Kurse e djemë të po në lenë. Me të drejtë po në lenë se po iken, se këtu unë mbashtoj rreth 200 kokë të imta. Po. Morëm nga 5.000 lekë për kokë. Kurse Maqedonia fqinje e ka 20 euro për kokë. Plus, më fal. Plus e ka e 80 cent për litër qumshi. Edhe 20 euro për çdo shqer ose qiq që lind. Edhe e vete e rreth 130 euro për kokë. Edhe në 200 krera i merr 26.000 euro. Kurse ne marrëm zero. E ato, më fal. E ato vinë aty jashtë bres, thot më jep 200 lekë mua, thot se Tani, Marceli, Marceli ngri problem shumë e vënd. Kjo është absolutisht e vërtet. Marcel, unë nuk e di këtu nga ju se ju ndoshta i mbani në stau, apo ande nga labria ime. Ai 5.000 lekë që marrin, mua marrin prap pas se paguajnë kuotër. Paguajnë kuotën. Tani, në të gjithë botën e zhvilluar, puna e bujqësisë dhe blegtorisë nuk konsiderohet një sektor nga i cili shteti kërkon të fitojë. Pse? Se konsiderohen sektor shumë të vështirë, shumë të mundimshëm, ku njerëzit me kënaqësitë që ka jeta sot mundohen të mos i aplikojnë më. Do rriun çoban, thot ai, do rriun me dele, do rriun me desh, do rriun ashtu. Dhe ndaj bota, duke qenë se ato janë shumë të rëndësishme për ushqimin e popullsisë, i subvencionon kaq shumë, se janë profesione shumë të vështira. Për këtë arsye thash unë subvencionim për kilogram, që ti pra atë qumshin, të mos kesh më nevojë të vijë ai AZBR se të bëja të dokumentin. Jo, ti kur ta çosh te baxhu aty, në çastin që bëre daljen dhe ai bëri hyrje, ti automatikisht të kaloj në bank vlera për katse. Do thot dikush këtu do të vjedhin, se ma tha njëri në një fshat tjetër, do të vjedhin. E para njerë me shaka i thash këtë, ardh dita që na vjedhin fermerët, se na ngelit na vjedhin këta që s'punojnë asnjë ditë. Po, mirë. E dyta, nuk ka shans të vitet. Pse? Se në momentin që ky deklaron daljen e qumshit atje, pra e çon me faturë në baxho, dhe ai deklaron hyrjen, kryqësohet në sistem, ai nuk ka ç'bën më pastaj, se ka dy rrugë. O do ta përpunoj dhe do ta shes atë produktin, nga i cili shteti do marr fitim tatimin për katës, do marr TVSH plus tatim fitimi, 20% plus 10% që do të çojmë ne nga 15 që është sot, 30%. Ose do ta shpall si produkt të prishur, do bëj deklaratat, po tani ai në 10.000 ton qumësht mund të bëj 20-30 ton, se ka çeçua piçakse dhe do kontrollohet.
Nuk mundet gjithë ta deklarë të prishur, kështu që në këtë kuptim është e pamundur që të vej gjë në drejtim të paditur. Zero shans ka. E vetmja gjë që do ndodhë është që parat do vinte ty, nuk do vente matrapazët që rrinë Tiranë, e bëjnë gallat edhe marrin subvencione. Kaq. Kjo do ndodhë. Pyetje tjetër. Për ka pseja. Tash ku do fitoj këtë tash? 3 ka pseja, 3 BD-ja. Kjo si do bërë vota tash? Po. Mere. Tani ja po ta shpjegoj unë tani. A më pyete? 3 pseja, 3 BD-ja, mbyllura. Ma dëgjoj tani, ma dëgjoj. Tani deputeti fitohet nga vota e qytetarëve apo është skem që e bëjnë ta? Jo, them ata të mbyllur. Ata 3 futur ata. Tash kjo Begolli, çfarë do marrë këtë? Jepja tani mikrofonin se ta shpjegoj unë. Faleminderit. Ata të mbyllura janë të mbyllur që të shkojnë po morën votat, po s'mori votat partia përkat se rrin ke shtëpia ata. Kështu që varet nga vota juaj, nuk është fakti që e futen mbyllur e shkojnë në parlament. Ata shkojnë qyl se i merr votat partia. Nuk bëjnë garë me njëri tjetrin. Ndërkohë ti te ne do votosh partin, do votosh dhe kandidatin dhe nuk do shkoj ai që vendosun kryetari, po do shkoj ai që do ti. Dhe ka një gjë, merrini shikojeni që gjithë partit, se do thonë këta, vum prindit ata këta mashtrusët. Tani, po vum se vetëm ata në garancia që mund të digjen listat e mbyllura. Tani unë po të them ty, më gjej një nga këta kryetarët që ka pranuar që të garoj në Tiranë siç kam garuar unë i 18-ti. I 18-ti. Sali Berishën e ke të parin. Edi Ramën e ke të parin. Këta të partive të reja e kanë vënë vetën të parën të dytë. Tani, unë Adriatik Lapaj kam 12 të lista e mbyllur që do digjen dhe 18 që janë vetë të lista e hapur. Po të që rria dhe unë të lista e mbyllur, haja meze në Tiranë, dilja në televizor në dark, nuk vija fare në Pojan unë, i bëja vota në Tiranë aty të unaz e vogël. Pse po vi në Pojan? Pse po vete në Dibër? Pse po vete në Gjirokastër? Se më thonë sa janë qarqe të vogla, Dibra, Gjirokastra, i them. Ju nuk e keni iden e vizionit që unë kam, po mbjell farat për t'i bërë lista që nesër të transformojmë adheun në çdo cep të vetin. Se kjo nuk është betej me çu 5 veta në parlament. Sepse Shqipëria nuk është Tirana. Se kjo e ka marrë në qaf fshatin dhe Shqipërinë, se e kanë trajtuar Shqipërinë Tiranën. Jo, ka jetë, ka ëndra, ka shpresë, ka familje, ka fëmijë përtej Tiranës dhe gjyshrit tan nuk luftuan vetëm për atë unazën e vogël të Tiranës, po luftuan për çdo pullëm të kësaj toke nga Vermoshi në Konispol. Ka pyetje tjetër? Ta mbyllim? Edhe një pyetje zotria dhe Po se plosove do të vejtat me këto bësh koalicion. Si e ke emrin? Fationi. Si emri dajos tim, ta gëzosh. Fationi bën një pyetje shumë të drejtë politikisht. Shumë mirë që e bëre se shumë bëre mirë sepse pak të pyetje nuk do që takimi i plot. Njerëzit do iknin të paqartë. Pyetja që bën Fationi është kjo. Ore thot, po si bëre ti 7 mandate? Me këto bësh koalicion. Fakti që Fationi e bën këtë pyetje tregon mua më mbush me shpresë dhe shpirt. Pse? Se tregon që njerëzit i kanë pritshmëritë e larta. Tani, çfarë do bëjmë ne? Tu bëj një pyetje unë ju, do të përgjigjem Fation. Tu bëj një pyetje unë ju. Tani jeni të ndërgjegjshëm ju që në këtë vend blihet vot? Ashtu. Pra po. Jeni të ndërgjegjshëm ju që në këtë vend të fortët kërcënojnë për vot? Jeni të ndërgjegjshëm ju që në këtë vend pushteti detyron administratën që të bëj vot me dhunë? Edhe familjar jashtë duke u kërkuar nga 5 emra, po apo jo? Tani, duke qenë, të lutem, duke qenë ju të ndërgjegjshëm që të gjitha këto ndodhin, a jemi dakord që në këtë vend nuk ka garë të ndershme? Ashtu. Ajo që do bëjmë ne Fation është që pas 34 viteve, me bekimin tuaj, dhe do jemi masiv se tregon dhe ky takim sot këtu, ne do ta çajmë sistemin për ta çmontuar siç do të them tani. 1. Sigurisht që me gjithë këto fenomene negative, ky sistem nuk mund të çmontohet me një të rënd të listit, me një spat. Po apo jo? Ne do të bëjmë këtë gjë. Nëse ju na bekoni me një numër të konsiderueshëm mandatesh,
dhe qeveria ardhshme do të varet krijimi i saj nga ne, se kjo që e pyetja juaj, ne do të çojmë vendin në zgjedhjet parakoshme sipas metodës që do të them tani. Ne do të vëmë kusht krijimin e një qeverie 12 mujore teknike me profesorët më të mirë që nuk janë marrë me parti politike. Këta njerëz do të kenë një mandat 12 mujor për të përgatitur vendin për të organizuar zgjedhjet e para demokratike të Shqipërisë. Kjo qeveri teknike 12 mujore do ta ndaj politikën dhe qeverin përfundimisht nga administrata dhe për herë të parë në tranzicion Shqipëria do të shkojë në zgjedhje me një administratë që nuk kërcënohet nga kryeministri dhe qeveria. Jeni dakord me këtë? E dyta, në këto zgjedhje ata do vazhdojnë të hedhin para siç kanë hedhë, gjithë kjo klasa e vjetër. Llogaritet që hidhen deri në 150 milion euro. Kështu janë studimet, që janë shumë para. Çfarë do bëjmë ne? Çfarë do bëjmë ne? Duke e çuar vendin në zgjedhjet parakoshme, pra duke mos i materializuar këto para për krijimin e qeverisë, ne do t'i djegim këto para dhe do t'i shumëzojmë me zero, sepse ata që i hodhën nuk do e marrin dot qeverinë. Dhe mesazhi do t'jetë që hidhni para sa të doni, tani nuk mundet më ta blini dot pushtetin sepse ka ardhur një forcë e re dhe ka ardhur një frymë e re që nuk e lejon më këtë gjë. Pra zerimi i këtyre parave është një fitore shumë e madhe sepse e vret fenomenin për të ardhmen. Jemi dakord me këtë? Tani, jemi dakord që të fortët në thonjza shkojnë me pushtetin për interes, këta që janë si gangster, shkojnë se duan marrin leje ndërtimi, duan atë, duan këtë. Pra, bjem dakord që nuk shkojnë se i duan, shkojnë se kanë interes. Tani në momentin që këta do bjen, këta të fortët, jo, më ndiq, këta të fortët do t'i mbështesin mata, s'kan më interes. Ja hoqëm në një siklet të masë Shqipërisë. Duke pasur një qeveri që nuk varet nga asnjë parti politike, as nga ne, por që do ketë mandat për të krijuar zgjedhje parademokratike, do ta çojmë vendin në një palë zgjedhje të parademokratike, ku paraja nuk funksionon më, ku administrata nuk kërcënohen, ku të fortët nuk janë më aty. A do të kemi ne mundësinë të transformojmë politikisht Shqipërinë në një kohë shumë të shkurtër? Po apo jo? Tani, ju nuk keni nevojë që të vi partia e radhës si pateric e njërit prej këtyre. Që të vim ne dhe të themi do marrim 3-4 ministri, do fusim ca në punë, do marrim kaq deputet, do marrim kaq drejtori, edhe ja pat hiring sa juve. Shikoni ku na çoj. Ju nuk u duhet një parti tjetër që bëhet pateric e sistemit. Ju duhet një parti e cila e ndan çapin nga sheqeri përfundimisht dhe i thot fund tranzicionit për të sjellë Shqipërinë demokratike. Kaq. Kështu që përgjigjja është nuk do të ketë koalicion për të bërë pateric e asnjërit prej tyre, vendi do të shkojë në zgjedhjet parakoshme për të bërë më në fund një palë zgjedhje demokratike të lira, të ndershme, të pranuar nga të gjithë qytetarët. Faleminderit. Respekte, ju dua fort. Faleminderit. Hapeni fjalën kudo. Respekte. Gado që të shkoj, të heci ditë e natë, pysin zoq të malit nuk me lën rekat, pysin atë më pyesin si kur nuk e din, ku shkojnë Kosovarët, se shkojnë nuk din, pysin atë më pyesin si kur nuk e din, ku shkojnë Kosovarët, se në Kosovë nuk din.